Prokuroria ka kërkuar dënimin me 74 vite burg për 7 akuzuarit e dosjes së dytë Metamorfoza. Për biznesmeni Pullum Gjoka në seancë SPAK kërkoi 14 vite burg, për Behar Bajrin 15 vite dhe 11 vite për Edmond Prekën, ndërsa me 10 vite kërkohet masa për Asmer Bilalin. Dënim me 9 vite kërkohet edhe për ish shefin e operacionale Soltion Bistri dhe po të njëjtën masë propozohet për ish zyrtarin tjetër të policisë Ardit Hasanbegaj. Sa i përket ish prokurorit Xhevair Lita, SPAK kërkoi 6 vite. Për shkak se procesi është zhvilluar me gjykim të shkurtuar, nëse do të shpallen fajtor, masa do të zbresë në 1/3. SPAK po ashtu kërkon të konfiskohet shuma prej 1.300.000 euro të sekuestruara nga pasuritë e Oltion Bistrit, ndërsa të 7 akuzohen për korrupsion, nxjerrje të sekretit hetimor, falsifikim të dokumenteve, shpërdorim detyre dhe përkrahje të autorit të krimit. Sipas prokurorisë, ka dyshime se biznesmeni Gjoka ka falsifikuar dokumentet për përfitimin e një sipërfaqeje toke në Bregdetin e Velipojës. Për ish kryeprokurorin e Kukësit Xhevair Lita, SPAK thotë se në këmbim të provave ka favorizuar në lirimin para kohët të Behar Bajrit, ndërsa i shefi i forcave operacionale Oltion Bistri dyshohet se informoi Pullum Gjokën për një operacion policor për goditjen e lojrave të paligjshme të fatit. Po ashtu, SPAK bën përgjegjës Asmen Bilalin, Behar Bajrin, Pullum Gjokën dhe Edmond Prekën për sigurimin e kushteve për kryerjen e vrasjes së Dorian Dulit, Ibrahim Licit dhe Kleanthi Musabelliut. Për hetimet shërbyen edhe bisedat e zbuluara në aplikacionin Sky ICC, ndërsa disa prej këtyre personave do të gjykohen me procedurë të zakonshme.